Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryeministri Albin Kurti kërkoi sërish kreu të zyrës së Bashkimit Evropian dhënien e statusit të vendit kandidat për Kosovën, si dhe pyetësorin për anëtarësim nga Komisioni Evropian. Në një takim me Ajavo Rav, shefi i qeverisë vlerësoi se BE mbetet partneri besueshëm për Kosovën. Përsërita zotimet e Republikës së Kosovës se shteti ynë do të jetë, siç ka qenë përherë, partner i besueshëm dhe serioz i Bashkimit Evropian, dhe ne konsiderojmë që Bashkimi Evropian është organizata e paqes dhe sigurisë, ku ne dëshirojmë edhe të kontribuojmë, edhe të përfitojmë, e për këtë është nevojshme që sa më parë ta marrim statusin e vendit kandidat dhe pyetësorin nga Komisioni Evropian. Kryeministri Kurti falenderoi dhe shefin e misionit për mbështetjen e dhënë nga Unioni. Për aprovimin e planit të rritjes së Bashkimit Evropian, i cili e ka një vlerë të gjithëmbarshme për Republikën tonë 882.6 milion euro, nga të cilat afër 30% janë grante, ndërka që diç mbi 70% janë kredi. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë, Ajavo Rav, përshëndeti miratimin një kohë të shkurtër në kuvend lidhur me planin e rritjes dhe shpreson që procesi i zgjerimit të Bashkimit Evropian të vazhdojë për një të ardhme të përbashkët. We all know that last year the limits of Kosovo constitution were tested. It took some time, but I'm sure that now it's possible to move forward. Të gjithë e dim që vitin e kaluar u testuan limitet e kushtetutës. U derdh sa kohë, por besoj që tani është e mundur që të lëvizim përpara në drejtimin e dur. Është me rëndësi që nga ana europiane të kemi një partner, një qeveri të qëndrueshme. Jam gjithashtu i lumtur se marrëveshjet lidhur me planin e rritjes u miratuan kaq shpejt në kuvend dhe tani procesi i zgjerimit të Bashkimit Evropian vazhdon. Shpresoj që me Kosovën të kalojmë faqen tjetër të librit dhe të vazhdojmë për një të ardhme të përbashkët. Hope very much that with Kosovo we are able now to turn the new page and to move towards better joint future. Deklaroi ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë, Ajavo Rav. Ministri i Mbrojtjes i Kosovës reagon pas deklaratave nga shefi i shtabit përgjithshëm të ushtrisë së Serbisë, generali Mojsilović, të cilat tentojnë ta paraqesin forcën e sigurisë si kërcënim për komunitetin serb në Kosovë. Përmes rrjeteve sociale, Jug Maqedonsi vlerësoi këto pretendime si të pavërteta, të papërgjegjshme dhe në kundërshtim me realitetin në terren. Në përgjigjen e ministrit maqedonsit thuhet se forca e sigurisë së Kosovës vepron në kontroll të plot civil në përputhje të plot me kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Kosovës, si dhe me detyrimet tona ndërkombëtare. Për ministri maqedonsi, narrativat që synojnë friksimin e komuniteteve ose justifikimin e politikave destabilizuese nuk kontribuojnë në paqe dhe stabilitet. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Deputeti i koalicionit vlen në Parlamentin e Maqedonisë së Veriut, Bekim Qoku, dënoi retorikën e përdorur nga presidenti serb Aleksandar Vučić ndaj zëvendës sekretare së NATO-s Radmila Shekerinska. Për deputetin e Republikës Maqedonisë së Veriut, sulmet personale, retorika denigruese dhe insinuatat me ngarkesë shoviniste nuk kanë vend në komunikimin politik të një presidenti. Qoku vlerëson se fjalët e Vučićit synojnë demigrimin njerëzor dhe gjinor, duke shpërfaqur një tendencë për përkesim në aspektin demokratik të rajonit. Deklarata e bashkëpunimit mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë nuk është pak kundër askujt, por investim për më shumë koordinim në frymën dhe standardet euroatlantike. Aliancat që ndërtohen mbi këto vlera nuk janë kërcënim për askënd që s'ka synime destabilizuese, apeloi Bekim Qoku. Koalicioni vlen dënon nismën e BDI-s në Çajir për formimin e një spaku lokal në Maqedoninë e Veriut, duke cilësuar atë si një përpjekje propagandistike dhe jo si një mekanizëm real për luftimin e korrupsionit. Nga vlen thonë se nëse kjo strukturë synon vërtet transparencë dhe përgjegjësi, atëherë hetimet duhet të nisin nga vetë drejtuesit e BDI-s për të dëshmuar se nuk bëhet fjalë për një spektakël politik, por për një proces të paanshëm ndaj çdo zyrtari pa përjashtim. Për vlen, punën e parë që duhet të bëj SPAK në Maqedoni është të vendosë komunikimin me SPAK-un e Shqipërisë dhe të kërkojë ekstradimin e artan grupit, simboli i arogancës dhe abuzimit të pushtetit, deklarojnë nga koalicioni vlen. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.